Naim, faleminderit shumë, është bukur, vërtet është shumë bukur. Dikur e kemi ndërruar, e kemi thënë, e kemi stërthënë, e kemi ndërruar. Për mua është fat i madh që ndodhem në Kosovë. Ka qenë dhe një fat i madh ku i kam kushtuar një këngë bashkë me Bilbilin e shqiptarisë, këngëtarin e madh Shojde Biluli, e çështjes kombëtare themi, edhe bashkimit kombëtar, kështu që e tashmë unë mendoj që ne jemi të bashkuar. Si kalove Rrugës Kombit, një projekt kombëtar edhe kë? Faktikisht Rrugës më shoqëronte, pra kam ardhur me disa miq këtu, ndërsa për herë të parë me mua sonte atë rrugë bënte edhe një shqiptar australian, shqiptari kur ka 100 vjet, 3 breza në Australi, edhe ka ardhur special për të parë Prishtinën sonte, e kemi mysafir. Vjen për herë të parë. Për herë të parë. Pra, është bukur, i ka lindur jati atje, është mosha ime, i ka lindur jati atje, pra 3 breza në Australi. Me prejardhjen nga? Nga Korça. Nga Korça. Nga Korça dhe me tjemën nga Manastiri. E ka mahnitur rruga e kombit, unë shumë sinqerisht shumë shpesh rrugës e kam parë të mbusheshin syt me lot. Pra, i ka lindur jati atje. Patriotizëm tillë, dashuri kaq të madhe për kombin të një njeriu i cili i ka lindur jati atje, unë për herë të parë shikoja, s'kam pakur në jetën time. E po shqiptarët e kanë vjellë. Është bukur se shqiptarët e kanë bjellë